datë? Altini kam shumë për zemër, ndërsa Olsin jo. Jo? Më ka, të thash, po kam eksperjenca nga dënimet e mia dhe arroganca e një prokurori. Të njëjtën arrogancë kam përjetuar edhe unë në gjykatë me Gjingjoni dhe ndaj është personi që unë vazhdoj ta luftoj. Ma trego pak të thatë jam arrestuar 3 herë. Tani unë një herë e dije, më pas ka shpëtuar 2 lajme mua. 3 herë. Po sepse ishte një akuzë. Është një gjë? E një gjë. Po, kur dhe çfarë ndodhi? Ndoshta ka 25 pasaport false, pra. Kapnin në Rinat, pasaporta ishte me emrin tim po e paregjistruar, nëse i jepi lek do ikje, nëse si jepi do. Ti lek? Ishte vllai një shoku tonë të përbashkët, një patriot i jot, ishte shefi. Po ta them dhe me emër, po me mbiemrin Bregu, kështu që. Dhe ç'a ndodhi? Dhe të merrnin antikrimi ekonomik, edhe imagjino tani të mbash njëri në burg kur shumë mirë mund të sekuestroj pasaportën dhe vazhdonte. Po mëre. Sa? Herën e parë kam qenë 1 muaj, herën e dytë 4 muaj, herën e tretë 6 muaj, po. E njëjtë gjë. Si ka qenë jeta jote në burg? Burgu ishte në periudhën e vet më të keqe, kishte as televizor 313. 313? Po, kam qenë në sektor me emra të njohur të krimit. Më kë? Por ishte koha që lexoheshin vetëm libra, se nuk lejoheshin as gazetat, as radio, as televizion, tek këtu kush mund të futet. Dhe me kë personazh ishe? Për shembull, ty s'u besohet, po me Dritan Ndajtin shkëmbenim libra. Dritani ishte një jurist në profesion. Po, ka qenë një jurist dhe ka qenë i diplomuar. Po, një njeri që me këmbë në tokë, një njeri që nuk u lërise bërtise si në një tip tjetër. Edhe në ajrosje ti mund të shkëmbej edhe një debat ose një ide përveç halleve që kishin burgaxhiu. Dhe çfarë librash lexon Bledi ti? Jam shumë kurioz. Burgaxhiu, flas për ato kohë, është i jetur. Mund të lexoj nga Skënderbeu e Sabrigodos, edhe rilexova dhe deri tek biografia e Margaret Thatcherit, apo domethënë burgaxhiu çdo lloj informacioni shumë. Kush të vjen në Qeli? Kush të vizitonte? Në Qeli vjen njëri në burg, se në Qeli familja bën. Se Qeli vetëm Gardianit. Prindrit ka ardhur një avokat i popullit, Emil Dobjani, ka bërë përshtypje. Po gazetar kolegë të erdhën? Jo, sepse nuk atëherë unë s'isha filluar të shkruaj, ishte herët. Po që ishte burgu edhe pa xhama, pa dritare, pa ngroje, ishin ato banjë, kisha lexuar kujtimet e Ramiz Alizit dhe Sander Frangajt, që e ke parasysh arrestimin e tyre dhe ishte e njëjta situatë, ato banjët pa dyer, që ti kisha aty duhet të laje, aty dushet që s'punonin natyrisht. Burgu të ka bërë kështu Bledi që nuk e çon kokën fare, ti kështu je. Po burgaxhint dëgjoj të jetosh aty me. Unë kisha në Qeli, ishim 4 veta, një prej tyre ishte një kombinat që ishte thero dikë me thikë, dhe që është si punë e Jozit, dhe shta e bëri njerë do të bëjtë herën e dytë, kështu që s'ke garanci. Dhe vjen moment tua çfarë tjetër shkruar jeta e tillë, sepse një avarit ndodhe, për të hapur dyert e Qelis, duheshin të paktën 18 çelësa. Wow! Natën. 18 çelësa? Po, duhet të vinte të merrte telefon gardiani i sektorit, të njoftonte poshtë. Dhe nga kati parë, dhe në katin e tretë, imagjino nësa, se çdo sektor, ne ishim 5 sektorë në një katë, dhe ishim sektori fundit. Pra, 5, 4, çdo gjë ishte me 2 palë dyer, e ke parasysh? Të shkonde në ato mendje Konti Monte Cristos? Si? Konti Monte Cristos, të shkonde ndërmend ato? Jo, ishte ëndra që ti, e ke parasysh një kalaman normal, një qytet normal. Sa vjeç ishe? Unë isha 25 vjeç. Vetëm burgu s'na kishte shkuar ndërmend, aksidentet, vdekja, gjithçka, po burgu thoshte është gjëja më e fundit. Por ngushëllonin veten se thoshin që u fut Fatos Nano, burga bukurnisë. Edhe ti sa që takoi burgaxhin, po çka ai ishte në burg në bën 4 vjet dhe bukurnisë. Dhe jeta të rezervon surpriza, sinqerisht, domethënë. Je i kënaqur me jetën që ke bërë pas dole nga burgu? Cila është arritja më e madhe në fillim e vuajta shumë, sepse nga një njerëz social me shumë miq, pastaj tek këtu ti e kupton sa të duan njerëzit kur të vjen një paketë ose një letër. Nga kush je habitur shumë pozitivisht surprizuar? Natyrisht familja, vetëm se prindit fillonin të bënin moral aty dhe të bëjë moral burgaxhit ishte e tmerrshme, dhe kur dëgjonin të tjerë thonë, "Çka ka bërë ky djalë?" Ja, po është për fat. Çfarë thua, ky ka marrë 2 veta. Ka marrë 2 veta. Ky ka dalë me maskë. Se me ata të linin ty me ata vrasit?
Po, nuk ka dallim. Po pse e the këtë si dije që mund të futesh prap kur futej një herë mund të futesh? Ti mund të bësh një vepër penale? Po tani shiko çfarë bëjnë këta të dy. Çfarë bëjnë? Vetëm i kanë marrë. Si zyrtar. Jo, si zyrtar. Dëgjoj, jeta gjithmonë kështu mendoj që burgu do ta sfidoj, do t'i afrohem kur, po jeta ka aq dimensione, ka aq intensitet, ka, nuk e di, unë kam punuar 10 vjet në administratë, shqyr zoti. Do të pyesë për atë. Po mirë, kështu ishe i lidhur, ishe i dashuruar atëherë, kishe në një marrëdhënie të erdhi e dashura në burg? Po, ishte një mami e martuar, Melisa, edhe kishte një dyqan dhe një market të njohur dhe shefat e burgut më thoshin mua që hajde të nxjerrim të bësh telefonat jashtë orari që të vi Melisa, sepse kur vinte ajo sillte topa, uniforma për fëmijët e këtyre gardianëve dhe shefave dhe e fusin para radhë, kështu që po. Por ajo që më ka bërë përshtypje është që burgu kam hapur 2 kurse. Ishin një grup romësh nga Fushkruja, të cilët mësova abetare, nuk dinin të shkruajnë dhe lexonin. Dhe më bukur është pas shumë vite, një prej tyre më ka takuar te Tajvani, më tha që jam e njeh, jo. Tha mua tani tha, më emocionoi sepse tha unë shkruaj mesazhe. Tha ai tjetri tha, që s'donte. Që ashtu, që këndonte gjithë ditën, edhe tha ai më thot mua tani më shkruaj një mesazh për atë. Ose ka mësuar tha që i shkruan nga WhatsApp-i me zanore, e ke parasysh. Kështu që dhe njëkohësisht me atë anglishtën time ishin 2 çuna të tjerë që bënim kurse dhe botonim dhe një revistë. Brenda burg, të cilën e sponsorizonte Met Malo. Ai, Met Malo. Domethënë ishte edhe unë përgatitje. Një filantrop. Po. Domethënë me plot gojë. Kështu që edhe aty kishte një lloj jete. Pastaj ti njeh karakteret e vërteta, se burgu të zhvesh. E kupton? Burgu është si Big Brother, javën e parë të gjithë janë miqësor, javën e dytë të gjithë gënjejnë, se të gjithë thonë jam për vrasje, nuk tregon një vetëm mund thosha pasaportë fals, më thoshim, mos tregon se do të nxjerrin pastrus, se pse? Patë ndonjë problem, një dhunë, ndonjë gjë, ndonjë? Jo, dhunë jo, por kur bënim kështu konkurse brenda qelisë, e ke parasysh që ka qenë një natë që unë bëja konkursin e kush fiton dhe jepja një paket, nuk gjenin dot kush ishte kryeqyteti i Turqisë, se të gjithë drejtorin Stambollit. Edhe Xhemal Qefalia, drejtori i burgut, ditën tjetër më kanë nxjerrë në komision. Më trogjë vëmendje sepse lash sektorin pa gjumë, ishte skena pa parë, nuk gjenin dot kryeqytetin. Edhe më çuan izolim 24 orë, më ndruan qelin. Të dënuar? Më e forta kur dola në komision, një nga shefat e burgut, ma sigur se dim në që është Stambolli dhe ka plasur një qeshë në komision. Kështu që burgu kishte shikon qeshë dhe kishte ato. Se kishte treguar ndonjëherë këtë histori? Jo. Asnjëherë. Jo, po ishte gjithë natën çuna që bërtisin Stambolli, përmend Stambolli, arritën deri te Izmiri, më duket. Po prap nuk është. Nuk e thoshin Ankara. Shumë u acaruan se thanë ky po na gënjes, po na e paketën, ne i gjetëm dhe po ziheshim me njëri tjetër, kush e tha Stambolli i pari. Çka ka arritur Altin Domani? Altini tani është si Rama, po fluturon me dron, delirimi. E kuptoj që goditi në shenjë, u bë mjaft popullor, u bë një nga njerëzit më të rëndësishëm, më të pushtetshëm që ka Shqipëria, dhe natyrisht me përkrajnë amerikanëve, por tani e ka kuptuar që është lart në ajër dhe është i vështirë që do vazhdoj fluturimin apo do zbres me këmbë në tokë, sepse i mbaron mandati edhe kërkojnë që ta zgjasin. Deri në 9 sa kanë kërkuar. Jo, 9 e kanë këta. Do të thënë si prokuror, po zoti Domani kërkon edhe si drejtues. Po. 3 vjet e kanë duke. 3 vjet. Foto tjetër? Sepse folet për datën, no? Jo, si japim rëndësi dhe datës shumë. Po, këtu jam me dhëmbët e paregulluar. Duket e mbajmë këtë foto. Tani i ke bërë me implant? Po, imbolla. Edhe paguaj çdo muaj. Jo nga këto si pagon çdo muaj? Blogerët që bëjnë tagun edhe një vërejtje për gjithë VIP-at është i quajtur, e kanë dërmuar biznesin e shkret, e ke parasysh? Pse? Harrojnë që se e shfrytëzojnë? Po patjetër, shfrytëzim kështu maksimal dhe i keq do thosha. Të gjithë tani kemi mundësi të dalim televizoret, kemi rrjete sociale, po jo të gjithë duhet se duke menduar që dikush ka punuar për të prodhuar këtë ujin, e ke parasysh? Kështu që ka ndonjë deputet në parlament që ti e vlerëson, prit ta dëgjoj këtë.
Ka shumë, por një këshill u adhash dhe personalisti, dhe mos të PS-ja, xhaketat e vjetra duhet ikin. Duhet ikin. Patjetër. Për mirë ama. Unë kam tani edhe Rama vetë xhaketë më e vjetër, por shumë prej tyre kam miq si majtas, si djathtas, po erdhi koha. Sa vjeç ka shkuar djali jot? 17 vjeç. 17. Don djali ka lindur kur ishte Berisha kryeministër, edhe Rama kryetari i Bashkisë Tiranës. Tani djali shkon maturant për një vit dhe ka të njëjtët njerëz në pushtet apo jo. Dhe djali shko ç'a ndodh. Dhe djali dhe gjithë vajzat e djemt moshatarë të tillë në vetvete thonë që ne u ritëm, po burojmë dhe s'ka për në ardhë radha kur. Nuk po flasë se djali jot mund ta ketë qef ose jo politikën, po njëjta gjë ndodh edhe në çdo disiplinë tjetër. Më thuaj kush është presidenti i Federatës së Futbollit dhe sa mandate ka? Po federatat e tjera, po sindikatet e tjera. Federata pikpongu po vazhdon i njëjti. Vaj. Tu tha, nuk ndryshon, tha sekretari presidenti i Federatës pikpongu tha nuk ndryshon. Mori Fidel Ylli kreun e Komitetit Olimpik, i thash Fidel më në fund, por të lutem ti e di që ne të duam, por mos u plaksh këtu. Nga këtu bëj ca punë të mira dhe shko diku tjetër. Foto tjetër? E kam dashur. Vjet në prill Jo, të bëj një pyetje kështu. Ore, si ka mundësi dhe Ismail Kadarin e sulmojnë në këtë vend? Se kam kuptuar asnjëherë. Po tani si njeh njerëzit, nuk e njeh. Jo, po, sekond. Tani të sulmojnë Bledimanin, unë e kuptoj. Edhe të sulmoj mua, e kuptoj. Jo, edhe unë i provokoj që të më sulmojnë, ndërsa ky ai na ka ndryshuar ne në botë. Më fal, po ti mendon që njerëzit që e kanë lexuar e sulmojnë? Jo, ata që kanë lexuar nuk e sulmojnë. Njerëzit thonë në njerëz, edhe shkrimtari si këngëtar, domethënë si një këngë që ti kalonte rruga e dëgjon nga xhami i makine. E ke parasysh? Nuk e din që libri do përkushtim. Kishte nxjerr Efi, e kam mikesh, nuk e dia njeh. Kishte nxjerr një foto në Instagram. Efi? Të më ndihmoj regjia mua se unë Efi është një nga banorët e Big Brotherit. Ja, unë këtu jam rënd. S'ka, edhe kishte nxjerr një foto e kam me patriotën time, me këmbët në ujë mos gaboj, buzdet dhe lexonte një libër. Edhe shkruajte te grupi Funës së Top Channel, Adheu në rrezik. Pra, janë disa gjëra që ta kërkon truri dhe trupi. Domethënë, unë nuk mund të lexoj, më dëgjoj, unë nuk mund të lexoj që të më shikojnë. Unë Instagramin tim nuk ndjer as ushqime, as sushi, as byrek, as pushime, sikur lexoj, sepse një gjë që është si punë e marrëdhënies seksuale, ti nuk e komenton dot. Ti ke vënë çunat e rruga që thonë, këtë e bëra unë kështu, këtë e bëra, dhe s'kam bërë asnjë gjë, se është shumë intime, shumë personale dhe organizmi jote ka ndier. Tregoti gjithë ditën, nuk është një film që po shfaqet. Kështu edhe njerëzit kanë lexuar ose kanë parë në një video në TikTok, se nuk duan ta vënë në punë trurin, apo. Dhe ka thënë, ky është komunist,